Të dashur qytetarë të Republikës së Kosovës, e nderuar mërgat, forca që e mban Kosovën të lidhur me botën. Nuk ka nder më të madh se të shërbesh Republikës. Nuk ka përgjegjësi më të madhe, por edhe më fisnike, se sa të mbash mbi supe besimin e qytetarëve të tu. Falë për kushtimit tuaj ndaj vlerave demokratike dhe këmbgulësisë për të krijuar institucione të qëndrueshme, unë kam pasur këtë nder dhe përgjegjësinë madhore që të sigurohem se vullneti juaj e zëri juaj do të përfaqësohen denjësisht. Që nga dita e parë kam marrë këtë detyrë me një bindje të qartë, se integriteti nuk negociohet, se shteti nuk përkulet dhe se besimi i qytetarëve nuk shpërdorohet. Kjo ka qenë busulla ime, edhe kur rruga nuk ka qenë e lehtë e jashtëzakonisht sfiduese. Mbështetja juaj ka qenë e qartë, e zëshme dhe e vazhdueshme. E kam ndier në çdo lagje, në çdo fshat e qytet, në çdo takim, në çdo mesazh dhe në çdo mundësi që kam pasur t'ju takoj. Ajo mbështetje mbi të gjitha ishte besim. Dhe për këtë besim, përulem para jush me mirënjohjen më të thellë e të përjetshme. Sepse besimi i qytetarëve është forca që i jep kuptim çdo përgjegjësie publike. Atë besim unë e kam kthyer në besnikëri, ndaj jush, ndaj parimeve të shtetit, ndaj vlerave tona të përbashkëta, kombëtare e demokratike. Besnikëri vetëm e vetëm ndaj Republikës së Kosovës, sovranitetit të saj, pavarësisë së saj e paprekshmërisë së kufive të saj. Për mua, thelbësore ka qenë dhe mbetet mbrojtja e interesit të shtetit dhe të qytetarëve tanë, ndërlidhja e historisë së mundimshme e sakrificës së popullit tonë me vizionin e atit themeltar të Republikës, presidentit Ibrahim Rugova, nderimi luftës sonë çlirimtare dhe mbrojtja e aleancave me aleatët tanë sigurisë, të cilët edhe 27 vite pas lufte, së bashku me institucionet tona, ende e mbrojnë kufirin tonë me Serbinë. Mbrojtja e aleancës së lirisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me vendet evropiane dhe gjitha vendet paqëdashëse gjithandej globit, ka qenë dhe mbetet themeli i qëndrueshëm për mbrojtjen e paqes. Unë nuk lëviz nga ky vizion, sepse ky është vizioni i shtetit ton, ky është vizioni i qytetarëve të vendit tim. Të dashur qytetar, orientimi im si përfaqësuese juaja ka qenë dhe mbetet i qartë, ai i presidentit Rugova. Një Kosovë e lirë, e pavarur, demokratike, e integruar në strukturat euroatlantike dhe në aleancë të përhershme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky nuk ka qenë vetëm vizion, ka qenë udhërrëfyesi im i përditshëm. Dhe Kosova e këtyre 5 vjetëve është udhëhequr çdo ditë nga ky orientim i qartë strategjik. Me përulje të thellë, sikurse çdo herë dhe sot nderoj heronjt, martirët e lirisë, dëshmorët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të gjitha ata që u zhdukën me dhunë nga forcat gjenocidale serbe, të gjitha të mbijetuarat e të mbijetuarit e dhunës seksuale gjatë luftës, e të gjitha ata që dhanë gjithçka për këtë vend, sepse liria jonë mban emrin e tyre, dhe Republika jonë qëndron pikrisht mbi sakrificën e tyre. Këto kanë qenë përhershmëri e veprimeve të mia dhe busulla orientuese e çdo pune në secilën ditë të angazhimit tim për Republikën tonë të dashur, duke u mbetur për herbesnike parimeve të shtetit tonë, tash në ditën e fundit të mandatit, sikurse edhe në ditën e parë të tij. Sepse një Kosovë që hap dyer jashtë është më e fortë brenda, sepse një Kosovë që dëgjohet në botë është gjithnjë më e sigurt në shtëpi. Në çdo takim, në çdo vizitë, në çdo bisedë me lider botror, kam pasur një mesazh të vetëm. Kosova është republikë sovrane, demokratike, me kufi të paprekshëm dhe e vendosur të kontribuoj për paqen, stabilitetin dhe sigurinë ndërkombëtare si në rajonin tonë ashtu edhe për tej. Dhe një shtet i destinuar për të ardhme të sigurt euroatlantike. Kjo punë nuk është ndalur në asnjë moment. Jam thellësisht krenare që këtë institucion po e lëm më të respektuar në botë, me dyert të hapura dhe me aleanca të forcuara. Duke i sjell Kosovës njohje të reja, duke arritur liberalizimin e vizave me BE-n e me shumë shtete të tjera, duke bërë hapa konkret drejt integrimit të vendit në BE dhe në Këshillin e Evropës, e po ashtu hapa konkret drejt të ardhmës në NATO, duke siguruar garancat fuqishme për paprekshmërinë e kufive tanë,
duke ndërtuar partneritete për fuqizimin e ushtrisë sonë, duke e bërë Kosovën pjesë të platformave ku nuk ka pasur qasje më herët se me pjesëmarrjen historike në samitin e NATO-s, duke e bërë anëtare themeluese në bordin e paqes, duke e kthyer Kosovën në qendër të agjendave globale, nga agjenda për gratë, paqen dhe sigurinë deri te mbrojtja e fëmijëve në botën digjitale, duke i përparuar ndjeshëm raportet me vendet të tjera, deri dje hezituese për të krijuar raporte me vendin tonë, duke hapur perspektiva të reja marrëdhëniesh politike me shumë vende të tjera gjithandej rruzullit toksor. Në këto 5 vjet kemi dëshmuar se edhe një shtet i vogël mund të ketë zë të madh. Sepse ky ishte vizioni ynë që në ditën e parë kur u betova në kuvend, por mbi të gjitha kur u betova para jush, që Kosova të mos jetë vetëm pjesë e tavolinave ndërkombëtare, por edhe kontribuese aktive në to. Të dashur qytetar, si komandante supreme e Forcës së Sigurisë Kosovës kam parë nga afër forcën e vërtet të këtij vendi. Njerëzit tanë në uniformë, gra dhe burra që nuk kërkojnë duartrokitje, por mbajnë mbi supe sigurinë tonë. Por e ardhmja kërkon më shumë se arritje. Kërkon edhe vigjilencë. Jetojmë në një kohë ku e vërteta sfidohet çdo ditë, ku propaganda vishet si opinion, ku shpifja e manipulimit tenton të zëvendësoj faktin. Prandaj ju lus, mos e humni busullën tuaj, sepse vetëm kur e vërteta njihet dhe mbrohet, manipulimi humbet fuqinë dhe busulla morale mbetet e palëkundur. Në javët e fundit, duke ju takuar anemban Kosovës, kam parë diçka që nuk mund të fabrikohet. Besimin që nuk shuhet lehtë. Por edhe kam parë pritjen dhe kërkesën tuaj për më shumë drejtësi, më shumë dinjitet, të ardhme më të qartë e bashkim rreth vlerave. Dhe kjo pritje është e drejtë, sepse Kosova mund të jetë vend i vogël, por është vend me kujtesë të madhe dhe meriton të ardhme edhe më të ndritshme. Ndonjëherë në politik, pikërisht besnikëria ndaj parimeve, konsistenca ndaj vlerave të popullit tënd, vizioni për të mbrojtur shtetin e për të qëndruar fort për krah aleatëve të djeshëm e të sotëm, e mbi të gjitha besnikëria ndaj Kosovës shndrohet në pengesë për disa. Në këtë rrugtim ka mësuar edhe një të vërtet tjetër, se ndonjëherë sfidat më të mëdha nuk vijnë nga jashtë. Vijnë atëherë kur qëndrueshmëria ndaj parimeve fillon të shihet si pengesë jo si vlerë, si dhe kur besnikëria ndaj shtetit nuk përputhet me interesat ditore. Dhe pikërisht në ato momente, një udhëheqës duhet të zgjedhë komoditetin apo integritetin. Unë besoj fort që kam zgjedhur integritetin, sepse për mua Republika nuk është instrument, është amanet. Është amanet. Të dashur qytetar, në çdo takim me ju këto ditë në sytë tuaj pash mirënjohje, por edhe pritje, që Kosova të arrijë akoma më shumë, më mirë e më shpejt. Kjo është Kosova jonë, një vend i vogël në hartë, por i madh në shpirt. Një popull që ka mësuar të qëndrojë, të ngritet dhe të ecë përpara, gjithmonë duke bërë më shumë se sa që pritet prej tij. Për të gjithë ata që kam takuar, faleminderit nga zemra. Për ata që nuk kam arritur t'i takoj, rrugët tona do të kryqëzohen dhe do t'jemi bashk, krah për krah, në sfidat dhe synimet që na presin. Gjatë këtyre 5 viteve kemi qëndruar pranë grave, trimve, fëmijëve, mërgatës, sportistëve, personave me nevoja të veçanta, komuniteteve jo shumicë e pranë qytetarëve të gjithandej vendit. Sepse një republikë e fortë ndërtohet vetëm kur secili qytetar ndihet i përfshirë, i dëgjuar dhe i përfaqësuar. Nuk ka thirrje më të madhe se sa ti shërbesh një kauze më të madhe se vetvetja. E të jesh presidente e Republikës së Kosovës do të thotë të jesh mbrojtëse e pa kompromis e së kaluarës sonë të lavdishme, luftëtare e përditshme për të tashmen dhe garantuese e vendosur për një të ardhme më të mirë. Sot përulem para çdo qytetari që na ka besuar, sepse besimi është valuta më e shtrejtë e demokracisë. Por edhe më e lehta për të humbur kur e vërteta zëvendësohet me shpifje. Prandaj ju ftoj që së bashku ta mbrojmë të vërtetën. Ne mund të përballemi me sfida, mund të përballemi me padrejtësi, por kur nuk do të përballemi me mungesë guximi. Këtë u apremtoj.
sepse ky popull ka zgjedhur gjithmonë të qëndrojë drejt. Dhe nëse ka një gjë që ka mësuar nga ju, është kjo. Që Kosova nuk është e fortë vetëm kur fiton, por është e pathyeshme sepse nuk dorëzohet kurrë. Të dashur qytetar, Republika jonë do të vazhdojë të forcohet. Për vajzat që po rriten me ëndra të mëdha, për djemt që besojnë në këtë vend, për nënat e baballaret që sakrifikojnë çdo ditë, për gjyshrit që e mbajtën gjallë shpresën. Sepse kjo republikë është më e madhe se çdo mandat, se çdo individ dhe më e fortë se çdo moment politik. Kosova do të ecë përpara. Së bashku do të ecim përpara. Unë do të vazhdoj të jem me ju, për ju dhe për shtetin që të gjithë së bashku e kemi ndërtuar dhe që do ta mbrojmë për gjithmonë. Do të vazhdoj të jem në anën e Republikës së Kosovës. Natyrisht që angazhimi politik nënkupton që çmimin e qëndrimeve tona shpesh herë e paguajnë familjet tona. Prandaj dua t'i falenderoj nga zemra dy vajzat e mia dhe bashkëshortin tim, si dhe gjithë familjen time, që më qëndruan afër në çdo hap, pavarësisht se sa i vështirë bëhej ky rrugtim. Familja është themeli më i fortë i kësaj shoqërie, dhe vetëm duke ruajtur vlerat familjare, që kanë qenë fuqia jonë për herë, ne do të mund ta forcojmë shtetin tonë. Një falenderim të veçantë dua t'ia shpreh kabinetit tim dhe bashkëpunëtorëve të mi këtu në presidencë, të cilët kanë bërë një punë të palodhshme e të jashtëzakonshme përgjatë këtyre viteve. Falenderoj edhe administratën dhe partnerët e shumt që me përkushtim, shpesh larg syrit të publikut, kanë mbajtur peshën e këtij misioni së bashku me ne. Falenderoj institucionet tona, miqtë e Kosovës me të cilët bashkëpunuam për ta bërë Kosovën më të fortë, më të dëgjuar e më të respektuar. Të dashur qytetar, falenderimi më i thellë gjithnjë ju takon juve. Faleminderit për besimin, faleminderit për mbështetjen, faleminderit për dashurinë, faleminderit për nderin më të madh jetësor që më dhat të shërbej Republikës sonë. Kosova është dhe do të mbetet e pavarur, e sovrane, e paprekshme në kufijtë e saj, e hapur për partneritete e aleanse të vlerave, e pandalshme drejt BE-s dhe NATO-s, dhe përjetësisht, krah për krah me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Uroj që secili president apo presidente në të ardhmen ta ruaj dhe ta vazhdoj këtë trashëgimi dhe këtë rrugtim. Këtë institucion e ndërtoi presidenti Rugova si institucion të fortë, me integritet e me aleat, dhe të tillë po e lë pas. Sot largohem nga kjo detyrë, por asesi nga përkushtimi për atë dheun tonë të dashur. Zoti e bekoft Republikën e Kosovës dhe popullin e saj, Zoti ju bekoft ju dhe familjet tuaja. Ju faleminderit.